Peshira, sa. I thash pra, thash që do lëm peshin. Ma ke bon lamp. Jo, telefoni tjetër ka qenë pishin mos ja çinonën. Ke bon lamp shallëgjit, rop. Hallëgjit? Valla krejt, jo vish hallëgjit. Shumica janë hallëgjit. Ka njerëz që s'ka hallëgji këtu që në TikTok a? Ka më që unë s'kam hallëgjit. Një hallë ka në burr. Rop ta si hall s'kam rop. Familjen e kam shnosh vetëm shnosh, shtëpi kam, makinë kam, buk kam me A ki hallë pune? Faleminderit Zotit, rop ta si hall punë, më ka shes çdo ditë ka bëj biznes, bleshit. Faleminderit Krishtit. Ndoshta s'kam lekë. Për shembull, sem do të bëj pyetje drejt për drejt. Qa menimi ke për mu, qa djali jam unë, më ka sa më ke njohë. Në shtëpi, so sem thuja të vërtetën, dhe këshira, bënë burë qëtash, du me të pa t'jesh realist. Qëtash du me të pa, në që si e konë kur realist, në qitë pyetje bënë realist masit pyetje. A në ti e intrigant të pëndit. Vazhdo. S'ka isha, nuk ashtë ne pyetje kushtit e se menimin e vetë, jep, a i mund t'je bëj pyetje dhe qa menimi ke për banditin, qa djali ja, si duket ty. S'ka lidhje e zha. Për Zotin, këtë apin menimin për të dy, masi ja boni të përvejtë. Lociani është person që nëzejet shumë shpejt. Po, e di, e kam si shka. është person që s'ka durim. Po, mi komend marrë valë këtë, po, e vërteta. Nuk është besprem. Ata e dine banditi dhe. Ata se kara këtë. Nuk është besprem. E ma e dhonë dur gjithë kura, pëse që ata nuk e ka. Edhe Lacian ti nuk e din, po unë jam i ftum dasem laqë o dha. Berezer, i herë ma ke prej shefin si kalove në laqë, më kalove për si për më avion. Herë në dytë ma prishe prap shefi se u ktheve prap më avion. Thoj ke piloti s'ka pis në laqë o dha, vish fusha o tha pjafos. Rëp të shpis për borat mine zheun pistën. Banditën e kam taku ka ko, por nuk ka djeli keq banditi ka i zhonë se beso shumë, beso ky. Ta me marrë WhatsApp, me bonja 3 minuta për vete, e ke gati me thonë, po vinon me ty me kalash. E di? Ky beso. Ta e marrin se, e ne pak ashtirien e pak njerëzit që janë rrita ne kanë ma, sigur kanë ma dashni për njerëzën e ky beso fort. Nuk ka djeli keq ky, nuk ka djeli keq. Po ta garantoj që kur ka pas sha banditi, kur ka qenë ko banditit të sem, se kam pas qenë para banditin unë, nuk kanë keq, po ta garantoj që kanë pas ajt kaptenën në ti. Ja kanë pas ajt kaptenën ti e thonë, bakta, bata. Kjo është e vetmja gjanë që e admiroj vetën time që unë nuk besoj në për privat asem. Banditi një gjaj ka të keqe. është kurios. I intereson gjithë shka. Ka qef me ndëgju se prej personi drejt për zdejt e shkon i futet, edhe ka shumë persona, unë e kom pa këta live se për cjeli ka herë kështu më shef të zi, ka shumë persona që fare se kuptojnë kur flet ky. Edhe qëllimin ku e ka. O bandit, dish një gjatë ti për Samin, se Semi mund t'jetë vetë live. Ashtë live vetë Semi për shembull? Se unë e kam kuptu kur e shof live, ose kur bëj live me ta. I herë e në gjë muhabetin që e të thonë ti këtë 100%, nuk i humë dhe menje, se unë për shemë një gjë me shanë të pashtu, nuk në gjë që e të thonë. Të në gjë që e të thonë ti, të këthe përgjigje, ato pa i live tjetër, ati i gjytë njanit live, e në ato në gjurë nëse që a bandë këtë tjetër. A di si janë kyrë? Vë shok, kjo është GPS-er për çdo gjanë, shikysemi, pasha zotën. GPS-er nuk kam pa rëbë ma të zhjuti, i bën kreta për herë. Te unë qa do shumë këtë, te unë vjerë shumë, nuk e di pse. Po rre këti, rre se jene i bukur ti në fakt. Kush? Bandite. Unë i kom vrej disa persona, ndërta i edhe ti bandit, ju jep një shumë rëndësi komenteve. A shatë gabim e kam. Çdo herë kur keni dalë prej kontrollit, keni dalë nga komentet. Nëse ke vrejt. O lu, 667 i shi, ta në rëpë të shpjes me respekt, vjetë shafloshin dhe shkërbin lagje nëmër 5. A di që kom vrejt unë e ti për shemër, vjen futet njeri live,
ta bon ashta ma zi se sa që ato të shkru dikush komente, ata thjesht viqeshet prej live-it, edhe se vazhdojnë me ta. Kurse me komente, jo veç ti, po shumë kush, ju mirëni me komente një kohë shumë gjatë, sepse lexoni si çka po ju shkruajnë. Po tani mes me lexu çka kanë shkruajnë varilesh, ti bie për shkak me hi. Po lexoj, po mos ju jap rëndësi valla. Ti a njeh kush është banditi? Unë ju aprëndësi do komenteve që jëm ke di se janë të mnjoft, edhe janë të më provoku me adres false, edhe me shta mërzitna, unë nuk mërzitna me i koment se e di se janë ka më shakot pa lidhe ja bëj blok. Po janë do komente që nuk më shajnë, po thjesht më provokojnë, për shembull mund të më thonë hajde te shishat. Unë jetoj këtu, unë e di ku janë shishat, çfarë duhen. Më thonë dëgjona se unë i di edhe me shta hubi kontrollin unë me këta, se thon pse më provoku më të shif sharap, edhe e shaj është rëndshëm për me më thonë edhe jam filani, edhe më ja shi motrën një tërë. Ose barë zotën e se Po provona herë ignoroj. E ke lanë mas dorë ata si punën e live-it tim. Ç'është live? Apo pyes bëhet gjë, si ma kanë blloku live-i ke adresa mollër. Ja, s'bën gjë, tregojmë privat, pse? Zbat pra jo se nuk më shat as data si gjanti. Po është tregojmë privati, me hyti kjo capi ke 7 milion mesazhe. Kur dhe hapsh të gargarin, as dhe hapsh të keni ai 2 vjet që i ke reklamarot. Përbes sot isha të fol me njënin prej pronarëve, ka mundësi që në fund të muajit hapet. E si janë tani ai, si si TikToku, komplet. 100%. Me gjithë. Vetëm e gjashtë se s'do të ketë blokime, edhe... Po shaj me lejon shamet me shalën janin ku më hellni familja. Po të hapet i herë burra man. Në momentin që dikush shan, do të bllokohet edhe kur mos hapet. Po tash ja ke vra orën pra, nuk është tapaj pra. E po që janë onën. Po tash pa shajnin janin barikadin. Dalim TikTok shajmë, tani Nuk thejmë ka atje. punë aty, nuk ka punë, mund të bëjnë para lajmërim me bandit. A kupto? Pa lajmërim, penalizim, të bllokojnë një herë. Sa gjuhën, gjitha gjuhët me shah apo vetëm një anglisht? I vetëm shqip ku shan. Në sham shaj anglisht. Se ka, Anglisht s'ka problem. se ka algoritmi, veç shqip. Jo, po me e bon për shembull e sem për shembull 10 euro të shame. 300 euro më ditë harxoj unë. Me e bon me gjuhë. Po e nalove të shamin, nuk ke gjanë të rëzi pra në ndap. Dhe me lanë shamin. Përveç në territorin e Amerikës, njerëz do hanë shtipim, lokalet janë, sepse TikToku me të panë lokale me shishe, me gota, të blokon. Makina, Pse se bo sharjen me dënim? Ku shaj lyri e vaj? jo me sharje me denim tani, me më thonë si mjaftun gofondet po vjedhë edhe me platformë si aqinon. Ku shaj lyri e vaj? Allah, ndëgjani, gjeni një gofond 1 milion. A do më dalloni ide? 1 milion shtikon se s'pëmi me ha platformën pa i bolë Në Japan, a do më dalloni një ide seriozisht se do bosh boom. Do bosh boom, gotom do jetë shumë biznes i fort. Kape bone i tip vilet molle, me kamera çdo gjë si Big Brotheri, edhe futi krejt njerëz të TikTokut, futi një 10 femra, edhe një 15 femra, 15 meshkuj i fut. Si janë persona me audiencë. Po? Në qofë se ti nuk do bosh api, mo bizje mo, në këtë Shqipni unë t'jap sa dush. Po janë para pa me eventet në për çdo shtet. Po jo me 10-15, po me mira persona. Ja, ma sajt is my homer, se ky ka lek, ky e bon bukur, ky e bon rich edhe jepi çmim mirë ky. Ky ja fut 400 euro çmimin ja si motrën. Bon llum. Edhe e bëm rrova me rregullat më aman. Po ja shin rrot, ha. Është shumë investim i fort ky. Tash nuk pëqesin gjitha gjanat si shka do të bëhet, po do të ketë premio 1 milion veni parë, do të ketë premio 500.000 euro veni dytë dhe 300.000 treti. Po këtini që do të bëjnë tatuazh asem, sa do ju jopish? Ha? To që do të bëjnë tatuazh. Po ti më shon kjo lojë 1 milion euro i parë, shon kjo lojë, ta di çan, për çfarë bën llap. Do të bëhet një event. A nuk ka të bëj vaj në pjesë lojës. Do të bëhet një event ku do të ftohen, përveç publikut thjesht do të ftohen, prej çdo shteti ka 5 lojtarë. Edhe do ta bëjnë si formë turniri.
me eliminim. Si puna po këto bandit. Po, një loj një eliminim. Edhe shkojnë, dhe më thonë, një hup, një mbet, një hup, një mbet, teri sa të vinë të 3 funit, të 6 funit. 6 funit luin. Po qa loj si Big Brother, qa loje për shumë? Loje pra Loj si kur TikTok, o vla. Loje kush fitar shok me shoqni me audiencë. Big Match? Po, si Big Match. Shadi, rapa e rrezikoj dialekt mina, shadi, jashi rap. Tash ti ki parasysh çfar vjetë dhe GoFondi do të bëj. Unë i kam 1.800.000 premje ku me ba, merë sa miliona gjuhen për me ardhë me fitu 1 milion shtek. Po mirë, okej, lojtari si lojtari nuk kanë se del humi, e di. Unë s'do të marrë pjesë fare njerëz edhe unë në ngërgër nuk do të gjuj fare. Problemi që dro, ose problemi që dro, se unë si lojtar nuk më intereso që a bënd, unë nuk hum gjan, a kupto? Se di, po shumë gjana si i thumë nuk duhen të vërtet, arët, nuk e di pse. Nuk duken? Ja. Po shife, nëse bon logari që kam 5 akanta livelli 50, edhe ajo s'mund duket e vërtet. Edhe jo livelli 50 njerë, po një akant... Okej, më thuj drejtën ti mu, pësa a nuk, okej, ti e ke shu 50, se unë e di që ke lekti, se unë na njojmë më shumë, ta shikena edhe shok për bashkë, na njojmë njëri tjetër ndani, më thellë. Unë e di që ti ke lek edhe bravo qoftë je businessman i fort. Edhe ke qenë businessman prej viteve. Po, shumica edhe që du janë konë fake, shumë janë gjona janë fake. Edhe gifte ka fake. Të kush? Shnu, në TikTok. Të unë? Jo të unë, jo të ti, po në përgjësi po flasim përgjësi giftesh. Po nuk e di, Allah, kush mund të më pas gifta fake. Je ndjeni që giftet falsa ekzistojnë, ti je ndjeni, si nuk je të ndjeni. Shife, unë për shembull, më dit kur s'kum kariku me VPN, që shtojnë këta. Kur për jetë. Edhe mu kanë këthy 3 akante 50 me level 50 prej TikTokit edhe jemi vetëmi në TikTok, në historinë TikTokit që i kthejnë dikuj 3 akante më apsht. Mu ma kanë bo kontrolin prej asterin zhë. 22 karta krediti, kam 22 ja janë verifiku. Bëjtë samë. Allah, që ti e ke i destinacion e ke, unë e di shumë mirë, po me kohën do të dali. Që ti nuk je budalla, as ti me i bon gjitha këto veprime. Gjithë këtë lek ti e ke bon për arsye. Se ti e vetë tha se unë jam kurioz. Edhe kur e mendoj fill ti e ke i zhan krye. Po shive tash bandit, është shumë thjesht ta kuptosh. Une për me hap gërgërin, ka menu shumë gjatë. Edhe normalisht, kur do me pas një biznes të arsye të suksesshëm, ti do t'investosh në ta. Nuk o që pe hapi dhe thu kry muhabeti, fillova me fitu. Jo, jaran, duesh me investu. Qa kom ba une? Une s'kam qenë gifter vetëm Kosovë, vetëm Shqipëri, ose në vetëm në Itali. Unë ja kom qirap në krejt botën. Okej. Edhe nuk jom të hapune TikTok vish për shqiptarët. Sa ma pak shqiptarët do të ketë aq ma mirë është për mua, vlla. Unë jom të hap diçka nivel botror. Ka lek shejtan, ka. Jom të hap nivel botror, edhe pse unë kom thonë 5 vitet e fundit 75% i shkojnë lojtarëve, 100% i shkojnë njerëzve me nevoja, sepse i kom bo këto kalkulime. Njoft o bandit të në bota e njoft. Pasha zotën. Me lek të veta, me pun të veta, strategjie vete, njoft të në botën, çdo lloj që është influencier me audiencë më të kom investu, vlla, në marketing kom bo. Momentin që të hyrë semi ke lajvi qorë në gome në shofit me ti tregune letrat Pse më shko mene se ti thjesht si ka në rëpë të Bruxelles. Pse e kom menu unë sikur ti e ke kapi farë moshën, që dashtë e ke kapi shumë farë moshën e shumë e kapi mua.
Po ti do me lanë emër mrapa më duket. Ki shumë lek do me lanë emrin tonë mrapa. Jo. Do me lanë hapin tonë mrapa. Do me lanë disha mrapa se ku të vdesh me të kujtu njerëzit. Jo, nuk është kjo pyetje që të tregojnë ty. Une kam biznes që 27 vite. Biznisi jam aktualisht që jem të e bo ende, deri në 2030 që do ta mbylli, është biznis shumë i ranë. Më kërkon shumë kohë, shumë udhëtime. Punoj me shtetet që temperaturat janë shumë të larta. Edhe unë kam një të keqe se punëtorëve ju rrit e kamt. Nuk i qoj punëtor, për shembull në Arabi Saudite e vetë rri në Greqi në plazh. Ke parasysh? Unë jam më punëtor se punëtorët e mi. Unë kam vendos vlla me ul këtë biznisin e ranë që për mua është i ranë, edhe me hap një biznis të ri që mas 5 vite, mas 10 viteve, unë dakor që rri në Greqi edhe biznisi hec vetë. S'ki nevojë ti me mi hyp avionit, mule atje, mule këtu, monto, sjelli, bani, rregulloj çoja pet, u kry mohabeti valla. Gjithkush i ka ato limitet, kur fillon i biznisi ka limitet, edhe këta që mirën me drogë, e bojnë për 10 vjet edhe e kryjnë punën, tani ndrojnë biznisin, a kupton? Kjo është ideja, nuk është ideja që me lon emën. Unë kom lon emën të nipat e mitës, të nipat e vllazit, të motrat, këtë që i kam, si ja u kom siguru jetën, sa të gjallë. Çka po më intereson me lon emën të dikush unë? Për çka? Pjesë moderatorin e gjallë. Çfarë rëndësie ka ti me lon emën dikun? Mëse xhami ja me lanë emër. Xhami me lon emër, unë jam as prift, as hoxha vlla. As kryetar shteti, as kryeministër. Çka me lon emën? Ti kur të ki familjen tonë të rregulluar, i ki nipat, mesat, stërnipat, u kry mohabet, ki lon emën të ata përmenin këtë jetën sa të janë gjallë. Çka ka lidhje, sidomos audienca e TikTokit, që është as 0.05% e njerëzve në botë, u këton. Çfarë fitimi kiti me pas emën, ose me lon emën? Është e vërtet. Edhe mos u fry që jam i vetë, se unë jam 55 vjeçar. Okej, ça fitimi patë ti me dhon? Është e vërtet që kjo kontratë që ke bën me klubin 2 milionë euro. Si flitet për ta dhe e kam gjuhë dhone. Vërdall, është e vërtet. 2 milionë jo, po 1 milionë e gjys. Okej, 1 milionë e gjys, është e vërtet. Po. Okej, sa përfiton ti si i hell 1.5 milion euro? Nëse ti s'do vëmendje e zona si ka thut ti, pra me lanë emër, pse ti pagu 1.5 milion euro? Ç'a duhet ty me menaxhu klevjen? Shumë thjesht. Klevja për shembull ka audiencën. Thuj profitet, lutem thuj profitet. Më thuj direkt. Profiti është audiencën që ka klevje se ka asnjë shqiptar. Okej. Këtu. Unë kam pagu atë Pellerin $2.5 milion. Kush a Pelleri? Është një i Afrikës. Si më ke pagu afrikanë? Po. I ke dhënë 2.5 milion? 2.5 milion dollar. Pelleri kur të futet live që tallet me Lacianin, i ka 100.000 persona që shiqojnë me orë tëra. Okej. Ky është investim o vëlla. Unë po them duhesh me bë marketing. Ç'a fito, ç'a leku me mbrapshti. Tash më thon koncertet si bo Klevjo, ai merr ti lek apo Klevjo tani? Çka ka të bëj Klevjo? Unë çka të kam bëjë me koncertet e Klevjës. Po, a ke si bie, ç'a kontratë ke bën me ta për tjerë vëlla? Si ke dhënë 1.5 milion euro? Ç'a kontratë? Po për gërgër o vëlla. Aha, ke bë për gërgër, po shpjegon apo? Çfarë koncerti Klevjës? Tani unë kam menduar se unë kam qenë domos sikur ti ke bë kontratë me ta dhe çdo gjë, për shembull ti do më bën koncert te i shkollë në Ndeshari, thu Klevjes po do shkosh. Edhe Klevje duhet se s'bën më shku me bë koncert në Ndeshari. Jo, s'ka të bëj kur gjë. Shife, unë me Klevjen përveç që një vit kemi miqësi familjare se jemi të lidhur me persona, unë kur gjë s'kam bëj me koncertet e Klevjes. Thjesht shkoj marr pjesë. Ke pagu 1.5 milion për qa do ndryshoja e në gërgër? Qa ka më ndryshu? Po ta thash ma herët, po si ndëgjove. Audiencën që ka. Unë i vlerësoj njerëzit punëtor. Dhe më thoni ke dhënë 1.5 milion vetëm për audiencën, e për në gërgër. Po.
Po, e di qa audiencë ka Klevjo? Ka Klevjo sarë që të hinë ka 20.000, 30.000. Qa audiencë ka mrapa Klevjo? Çfarë audiencë? Ah. Kam 20 E di shumë mirë. A i ka 50% tamon? Po, edhe ma shumë. Ka shans. Pik shansi. Ti po folë sepse ti nuk i njeh rrethanat. E ka thonë live ai vetë. Edhe sot 50% që si e ka prej muzikës. Si e ka tamon. Çuna si për shembull si Bosha Lashit e me atje. Po këta që rrinë në stop live nuk i ka. Gjej sekund. Po kjo gërri i duhet shumë. Kamera bëni blok çuna, krejt me motorshimave. Kush përmend nga familja se cili çdo blok. Ora, bravo që se e ka Klevi është personi më me famë moshtu, e di. Po i zhan nuk e kuptojnë ju unë tani. I zhan jam shumë kurioz edhe pa ofendu ti ose Eli ose Aleksi, as kush du mu ofendu për shtë se më ka thëmë, vetëm më ka thëmë, si ka mundësi e vëlla tani, se ti nuk flet me Elin, Klevja flet me Elin. Janë dëgjona edhe ju këtë fliti me njëni tjetër në vëlla tani, si i bje kësaj pune vëlla, si nuk kuptu. Ska lidhja ajo, ta kësërë Unë e kom pa një memo bisedës tyne, por e kom dëgju, unë memo t'i ndëgjoj shumë me vëmendje. Se tani, Klevjo shumë i shoku i armikut është armiku, jo du të me konë si regull. Armiku i shoku tem është edhe armiku jemëre. Puna? Në fund ditës, ka armik shoku jem, është edhe armiku jem, njësoj. Pa më varet në qëfar aspekti e shefti armikun ta. Në gjdo dhe aksepti. Ski o bandit, ski armiq në përmes TikTokit më si a qirapt. Dhe më thonë nuk e shumë O bandit, problemi TikTok është ndërë këtu. As ke pas fol me Semin ti, e kam pas baj live-un dhe me ty dhe me Semin. Ora, po ky me sa po e pranoj se me Klevjen janë shumë afer. Ora, dakor. Familjarisht në jenë atë lidhën tash me Klevjo. Janë lidhëm automatikisht. Problemi është ndërë që... Klevjo, unë e kum pa memën, se s'kam qenë të live, atë e kum pa memën, Klevjo ja ka ba me dije që të fol pa lejet Semit. Si pa lejet Semit? Në aspektin që unë kur se kom bo laf me Klevjon për El Parubin. Dhe me thonë nga sot është mrapa i nuk flet ma me Elin, i bje. Kush? E Klevjo. Jo më Klevjo është i lirë me fol më kërkonë, si andaloj kërkujna me fol me dikon, o vla. O bandit, unë personalisht mos ta bëj marë ty shoj këta, mos ja bëj marë ti, mirë ja bëjnë ati, kjo është e rëndësishme. Po për zonë mu, për shumë njërë që jem shajt me ta me racë, më vje shumë kesh pa i mik si e keti Klevjen, me fol me shatë njërë si më shah mu. A di qka është në rëndësi ti bandit? Nëse ti e shef një njeri që po të shanë del flet për shembull për ty një avë ditë shanë, një avë ditë rresht në live. Okej. Edhe ta merr mendja në bazë këtyne zhyllaqeve që përcjellin atë live edhe që kanë zero vlerë, bojnë meme, qesin mema në kënej. Të merr ty zotnia në telefon, ta hap kamerën, pa e bo publike këtë punë, edhe për 20 minuta rresht të shanë me krejt qka po të këshyrë në ftyrë të shanë. Cilës gjën jep ti ma shumë rëndësi, jep asaj që ki fol në live, a që të morri njeri e të shajti në ftyrë. Jo, në privat. Kry mua beti, ta shë kuptove. Unë kështu e mendoj. Në qovë se i tjetë të merë me kamer ty e të shanë ftyrë, dje se ka urretje, ka gjanë personali me ty. Kujtja ke bon që gjanë si e ka thonë, për me me emrin tani. Jo, unë s'po thëm kuja kom bo se kush më ka bo. Unë po të thëmë, ka ndodhë gjana tila që në privat, kur e ka marrë t'i kush, i ka thonë, o zotnia, jeti që e që po më shanë të në ditën, po, në TikTok. Edhe për 20 minuta se kalon me folë. Si 20 minuta se kalon? 20 minuta, telefonat.
Kështu që nuk I jepi unë fotografisë sharjeve, fyrjeve, t'ja peshen. Për që një avdit janë do thonë Semi e futi Aleksin burg, Nuk ka thot e ka bon kjo çuna, si e ka këtë shkuptoni, thot e kam pa, thot, kanë qenë dy persona të tjerë, nuk si e ka me kërka ky, nuk ka ky ai që e ka bon. Ky thot e kam pa e just still. Kam video telefonata që kanë ndodhur që mi kanë qenë njerëz që e kanë bën. Ka ndodhur, thot. Edhe ajo është burnore. Jon kjartësu Mirë. përmes telefonit. Kote kiti kur shef për shembull për një avdit tresh dikush t'akuzon ty bandit që se ke pas bëj kërgjo me atë punë. Për shembull ti mundesh me thonë ton ditën sot e futi Laciani Semin burg, e futi Laciani Semin burg, e futi Laciani Semin burg dhe shkoj vishku përsërit ato. Po kur del realiteti çka thuta? Në gjëni pakar, se nuk kam fol hiç, po du me e thonë gjanë që e urrej dhe e kam pa këto ditë të fundit, ka një javë, do me thonë me përzit me vjellë. Njerëzit dhe burrat ma të degenerum që ekzistojnë në TikTok janë ato që marrin fatkeqësinë e dikujt tjetër dhe e përdorin ke live vetë për audiencë. Bëshima, ma djem kurva, ma burra kurva, folin, ka nëllë për shembull kesh kuptimi I gofandën I ke vetëm të fol të ban si burrat mirë. Po shkoni për dhe rastar bëshima, shkojnë e merë me fatkeqësinë, me vdekjen e njëri tjetrit, me aksidentin e njëri tjetrit. Po pse folni? Pse përdorni atë viktimizim dhe mek nuk bang shumë. Le, mu më kanë pyet, unë ju kam kthyr përgjigje. Unë s'jam Martan Hoxha, unë s'merr me punë të tjerëve. Merr me punë të mia. Pa, ser jeni ka shporra fshirë. Bandit nëse e merr ti një memo edhe ndëgjon Lacianin të fol, Laciani fol 20 minuta, edhe nuk përmend. Dish pak Lacian, edhe nuk përmend Laciani emër. Ai që bën memo, aq ignorant është, jo ai. Po dhe krejt ata që e lexojnë tekstin ai I qet emrat, ai thot me banditin e ka. Ti parasysh ti. Laciani 20 minuta fol me mos përmend emra. Edhe fol në përgjithësi, ai shkon edhe shkruan e ka për banditin, e vjedhi banditi, e futin burg banditi, e boni banditi. Ke parasysh ai shkon I shkruan ta mush faqen me shkrim aty. Po, se do me e bë sa më shumë vëmendje. Ka shumë ki ignoranta që në vend si me ndëgju që ka të thonë Laciani, e besën shkrujtë. A I shkon I lexon që ta reshta edhe të vjen të live fyet këtu, edhe thët bandit, hajdut, bandit, hajdut, bandit, hajdut. Ke parasysh ti? Po të hajdut ja mund të. Po, ekzistojnë. Ka njerëz, po nuk janë shumë prej tyre. Po që janë shumë boll të një audiencë që ka më në për shembull kohë të fundit, ka 2-3 mijë vetë, të vinë çdo I dyti mesazh është I njëjtë. O moderator. Futi më fshesën, o moderator. E kështu pra, kështu. Ky bravo të shoftë pse je ka arrit qëllimin duket që ke marrë. Edhe pse mos më arrit. Kuj për gjepit s'pja marrë, me lekët e mija jam të bo. O moderator. Rëb më të lërë. Në formën Si ka mundësi si kreti një move, vetëm Kozak Braçi nuk e një move. Edhe Kametu ta morë ngoj shrej. Kush e kom një move dhe Kozak Braçin? Lekët e fiber të unë ja kom dhanë. Sa le? 8.000 euro. Po qa bo me këtë fibrin? O është në zorë, bërëzërim, si të kam. Qa bo se këta dule deficita, këta s'mona si leka, Nuk e di. Më gjujtë Semi mu 6-7. Pas gjatë përzime aty përveç që kom hargju me faktura të ble pik 870.000 euro. Sa pik më gjujtë mu Sem atëherë ke fibri? Ke ble 870.000 euro në fiber. Po, për 2 muj. Sa kom qëndru aty edhe ik. O Sem, sa më gjujtë atëherë ke fibri mu? Nuk e di përbes një makinë ta kom gjujtë. Po, 6-7.000 euro bandit, mora vetëm 500 euro. Bandit. Nuk e di pse, e të kuptova, e mora veshele figurë. Si ka gjujt lek shumë, e di edhe unë që ka gjujt. Po më gjujti mu 6-7.000 euro, po thamë mora veç 500 se nuk mi dhanë.
A do me të shu fakturat sa A, kumbe... pse, se ka qenë në stërdini, pse? Po pse si fute, pse si dole me fol me ta, bro? Po që mi folë e plasat o folë më dole goja mrapa? Qa ti bon gol? Oj, nuk di zonë që më bani, ktheva i zhujtun, që ti bosha? I bje si janë katallën me ty, bro. Po për të hanën, pa pse vesh me mu? A vesh me mu? Sami pra ka pas akses te Fiber, pse si thu Samit ku janë lekt? Kur për jetë? Ore, ti Aleksi... Ku e zjetë, po ku e Që zjetë? keni pas akses, ti Aleksi, aty keni pas. O bandit, Për kryp qunit jo. Po për O, këtë bandit, rrëmet gjoj ti se ke kanë. pas aty se me hellë shak esh lek, se e suportut shumë o burr. Ti klevi si shke e suporto, kur e pagujt klevin hinj edhe klevi jo. Na si na budalla jo osem. Për Ti kryp ke qunit qeni parë që... O bandit, themi tërshti. asni. Kem A pas shife. doni me ditë se si Vish pak, Lecian, te kjerë se që të punë. Kem pas takim biznesi. A ke pas aksionin në qatë app? Jo, por kom pas takim biznesi që është flit për aksione. Edhe s'kem ra dakord për çmimin edhe kry muhabeti. Se jemi vetëm që ka gjujt 870.000 euro aty. Sen s'ka pas asnjë akses të ta. Oke, po pse e suportushër, po pse në ishe ka full për Fiberin shumë ti? Kush? E ke suportu shumë Fiberin ti. I ke dhënë Tani shumë... ata marrë që Po deshe shife, me thonë. ishte i qun pronari që është peshkot, është i qun shumë i mirë. Unë e thjesht kom dash me suportu valla. Po, ti Eli, se s'kam punë me të shahun ty në gjove të shahë, unë të shahë marë. S'kam me të shahun ty. O bandita, do me thoni gjon, ato me mjanë ta marrë mua bet, o bandit. Raporte me ta. Se flasim edhe sot. Se, a e të më gjua jo, se të full në vetë unër? Tështi, unë nuk i mora leke Fibri, se nuk i mora leke Fibri, tjetë kanë morë ka 200.000, ka 100 sa mi euro bandit, ta dish për me eshta? Ta dish për me, to zaku ka morë lek, Gresa ka morë lek, kretë kanë morë lek. Për shemë, unë s'kam si me morë lek, se unë nuk do hymë marrë kje voll, e nuk do... Kotë se ka Alex Vish atë të është ndora e më bishë. Jo më rejtë që unë kam unë me të shoh ty, pëse qanë kjo pyetje, për shemë vjetit në gjova të shoh, më thu, mua më shoh dhe mua, të shtë unë që unë kam me të shoh ty, për qa arsye. Bani mjot njëzë, kush do si të shohje këtu ke lajvim, kush do si të shohje mjot. Të shtë kjo, sa pyetje me ma ba mu, në gjova të shoh, ke gjo me mu, që kam me ty unë, burr. Kush është? As ti si ke marrë. Po jo, Morel, çlidhje kanë gofondet, unë shoj, bëjmë habet numin e shumës, as s'kam përmen emin ty, s'kam gjo me ty, u shok, përsi, ti vetë s'do t'a lejoj karakteri me më thonë mu, duke më njoft, kena bon live bash, me më thonë, për shembull, në gjova duke shah, kishe gjo me mu, për shpun kam unë me ty e bush, tërsi kjo është, kështu si e të thonë, ti thu se unë jam djeli kishe dhe shaj. E pasale, qatë. A kuptove, bandit? Edhe vinë këto me komente sa frike, e kupto, fillin intrigat, e fillin muhabetet, e kupto. O quna, kam e t'ju këthy përgjigje, ju këtu që jeni me komente, unë ja shi motër më pidhë matë mirë në TikTok, kej malli ke ma i vogli që përzinit në ponte mija. Vetëm jo ktheva ju që jeni të më thonë ke frikë. Me respekt e vjes Shafloshi leq kubin lagje nëmër 5, djali Baram Shafloshi tak në makinës AB858 XL. Ja shi motër matë mirë në TikTok që ka punë me mu, ja shi të në rëpë. Ju që thoni kështu, ma zhanë personale, unë s'ka me kërkan. Tashti, mos hajdi me intriga, shif shambotën për unë jam djali mirë, shaf ponte mija, hajtë co, kam i golf 5, pa mos më bani intriga, burë. Kush do që ka punë me muja shakun e familjes me respekt e vjesh Shafloshi leq të bin lagje nëmër 5. Po jo me mbaj intrigin ju mu të shti. As shaj, as kam punë me, as jam shërë me, as du, po unë pra jau shi të në rëbë më leq jam, kja palati kulturës më leq. Po mos hajdi me mbaj intrigin i shif shamotën, më keni gjetë muzit zemë, shpetën o bora, tja rasim këti, me të shti. E në ke jeta shef më kishin qit me lepurush. Unë t'i thonë lepurushit qomësht, ke jeta shef, po me që unë t'i thonë birë, do isha më bujë. Ko la muhabetin e sem?
Leni pra intrigat. Ishim të fol për Kam punë Fiber. me kërkanon, me kërkan s'kam punë, Tash kush unë ka edhe punë? sot kam raporte me ta dhe do të thonë që në të ardhmen nuk do të lind një bashkëpunim mes dy plataformave. Do të thonë mundësitë janë të hapura. Unë kam pas takim dhe kem bisedu për aksionet që unë kam pas dëshirë t'i marr nga Fiber. O El, po ti vetë do ta kuptosh se unë s'shaj ty burr, nuk është pyetja jo burr. Unë kam marrë sa herë ke pas nevojë, sa kam pas mundësi. Tash ti ja klyosh të kurvave, zësh të kurvave, filloi. Në unë i tham prap, njëtën gjallë këtine. Na falni, vazhdoni, hajde të dy bëni kaj kafe herë. Kamarier, përësiti, sa kafe janë? 200, jo, sa janë? 2900 kafe. Me shamës shani kanë, moderator riu gati. Ikni o pisa për këtu të blokoj sta thuj moderatorët tu të blokojnë sta ose heki komentet Futën këtë blok. Komentet si e shkodh, blok gjithve. Pse nuk e di këtë, ma ba shumë problem të ku. Edhe ti e shumë i dyshim ti ose ma. Për çka? Shumë i dyshim, nuk e di pse kam duke shumë i dyshim. Sikur Po për çka? në rast për shembull te vetja, te vetja eme. Më respektoje, okej, gjitha e ke, po prap më dukesh sikur ke mlef me mu dikon, disa. Nuk më ke shef një farë vende ti. Se di pse. Qa ti, Nëse flasim për ty, unë po të regoj se si ka ardhur deri te kapja mes meje teje, edhe kjo ka ndodhur përmes dy personave që mund kanë qu gjana tuat. Për shembull, Derisa unë nuk i kum kap ato gjana edhe nuk i kum vërtetu vet. Edhe ti e din kush janë ato dy persona, në anglik i dytë. Edhe kry më veti. Jena kjartësu unë e ti, ka një vit asa, edhe këtu jena. Po jo që kem pas luftën e ti mes veti. Thjesht, ke qenë viktim në mesin e disa bisedave që ju në ba për ty edhe kry më veti. jo viktim, s'kam qenë në për zotin, me vërë, ti e di që s'flas masin njerën privat. Ti e di që gjë. Jo, e di që s'flet, po ti di që s'flet, ti ke qenë edhe i denoncum. I denoncum, ti e di se kam qenë. Që aty është problemi. I denoncum, po i denoncum kot, jo i denoncum me fakte, se të kishin pas fakte ti ishe atje ku të kanë denoncu, si ishe këtu në makinë të folë me ne. Normal. Ti e di shumë mirë që janë me mu. E di une, i kam unë e këtë ndo letrat. Po unë jam budalla, unë jam stërkopil. Unë i qenë me piju jam i trashi, unë më jam më trashi, më budalli, se unë asnjëherë nuk marr vesh spërzime të gjona. Më vrap zoti pa herë kum kap ka herë lapsi që thon live, anë më se hajnë e herë. Olacian, nuk është në rregull për shembull ty me të pru dikush intriga. Edhe ti, vish pak, bandit, edhe ti me dal edhe me shajt ose me ofendu njerëz, sepse fillimisht e ul veten, sepse nuk je jaft me kuptu a është intrig, apo është e vërtet ata që ta sollën. Sa lek ke paguar Ronin, thuj me ban kurth me kap Elin. Ronin për me kap Elin, kush do bëk si pyetje koti? Eli po bën këtë pyetje? Për të se kam lexu gabim duhet, për. Ik marrësh. Gjallja gjenë, do ta ketë bë banditi vetë për zotë. Për zotin jam falë se e ka trova. Sa le ke paguar Ronin për me më kap mu? Më falë. Ty? E kam makinën ne, zot quna. Më falë. E futsha quni në arkjevol nëse unë e kom pagu një njeri për me kap dikonin. A kom suportu njerëz që kanë rënë për burgje e familjet e tyne po që unë i kom thonë merri e shko biri filonit që unë i tem nesër në vërë. Aroni ka pagulet me më kap mua dhe nuk e di kush e ka dhonë ata.
Me foralitet. Jo nga unë. Dhe ka qenë ba puna. Unë nëse i kom suportu njerëzit, masi që kanë ra në burg për budallaqe që kanë ba, Aroni që nga bespremun e di. që ja u kom suportu edhe familjet se kanë qenë burg. Gjamo, bandit, do të kërkoj Jean, ai që në burg mos ta përmenim hiç, për zotin e që na fa në burg. Po pa marrë parasysh edhe nëse flitet për X burg, person. dhe me mshit në prit më vëlla. Shidash në burg. Edhe tham dhe diçka që unë nuk ka se një film. Po që të herën e fundit a ka thënë për që të herën e fundit si ka desh me pagu 20.000 euro shoku Llomës. Nuk ka se një velin personalisht a këshon, po kena shëshmi. O, bandit! Vete minuto, po se janë të muhabete, se janë nëllë shash nuk e ti ti. Se besoj se kapet Eli me 3-4 mjetë. Le të fol bandit. Po rrese nuk i dish të zhona mër bro. Dëmon tash ti, që të herën e fundit që Aroni ka desht me pagu për mua, se unë e kom ka direkt, mu më kanë marrë direkt, se shatë njëri si ka kërku Aroni me mshit mu më pritu, unë e kom shok. Qëta herën e fundit Aroni ka thonë japi 10.000 euro vesh me më tregu dhe me ku fle banditi. Do më thonë pas ke qenë edhe ti në vullë në qytet fundit. Kush ka thonë këtë mund? Eli ka këta me mesazhe. Eli? Po. Po thuj Eli le të kjercon me Aronin, që ka semi këtu? Ti ja ke thonë lekti 10.000 euro Aronin, ti ke thonë, ja pagu vesh me bazha banditit. Që të herën e fundit që dash, si janë pagu. A je sigur që tu i shkru Eli këtë fjallë? Po, 1.000.000% dhe vje dhe ti thotë O El, mos ma qaj karin me rena, o El, për ubi. O rëtkari. Mos ma qaj karin për të thamë me provokime. O Sem, në qofë se vazhdo me sha, Jo, si më të sha, po mos ma qaj karin me sa të shkujt e sa intergam ke banditë. Për kokë familjes për më përvajla, dhe vesh mos përmend fjallë pista, edhe ti thotë edhe Ek mërë rëtkari, ke arë këtu me ba intriga, se mjaftun intriga që i bane që qita Alex. Po pse i Diegu këtire? Bambe në kokë familjes alë që i kemi mesazhe, pa është kokën e rëvë alë i kemi mesazhe. Ase s'ma ha menje se në gjëj se kanë, nuk e besoj se... Pa është kryet e familjes alë. Besoj se... Pa jam, se nuk ma ha... Unë se besoj, për zotë unë se besoj. Pa le më qas besot t'i alash se nuk i di histori, disa le kanë desh me bëndam këta më. O, s'di saj mot me kështu thonë mushë të lek, po problemi janë se besoj. Ta kom ha po. Po pse se më ke thonë më përpara, pa është kokën e familjes. Shpejt më se futa pa dashe. Dili ashtë. Hapja pak Elit, mor. Dili ashtë, shejtan. Unë se besoj për vete. Qa pati, pse i ku, ma? A më laqan, pse u mërzitë, të pëjtë, qa fut e vëta ta merë menje, dy se ka më qa unë. Sa ke gjam me mut, bana pyjtë, jem thanë, ato sha laqani ardhë të pyta. Pasi ato sha laqani, si të leksi luni unë privat qorë një laqanit. Leti dërgon ato mesazhe, thotë ta kam bërë gjun, thotë. Okej, tash ti dërgoj. Okej, tregoni. Osem, nëse e ke bën shit punë pa shakokën e familjes, të premtoj. Prit, mas të thuj gjoj her, prit, mu më ka thonë ajtë që kë pagun. Këtë mesazhe këtia si kam parë, du më rajnë. A pa të herë s'posa faj ky, bro. Në këtë, se kë hel gujnë e më shej dorën. Pse i ke më hajtë e falë këtu, më sik. Si të thosh unë e... Shitja la e poshtë kokën e familjes. Do më thonë me shkuj ty kushin privat e besoti el, se ato sha laqoni ose filoni. A ka thot mesazh me Aron në budalla, original ere, si shive rap. Se ka thot mesazhe me adresa poshtë. Ti ishe të sha kur hina, unë ja tërë sa hina. Pa jamër, bëte pa që kam qanë të sha unë e burë që e thu. Unë shaj kë kanë këtu në TikTok drejt për drejt, asnja. Do me thonë mu sha ftyrë me kanë, mas më unë shaj shto me komente. Se i ku ke plakushit, që pat? O, katani. Shike thot edhe të kam bërgjë, thot. Po hajde më të thamë sy, thuj, s'ke nevoj me ikë. Hajde, fotosem, hajde. Mos i ka vlashu si, i ka delë shumë kesh o sem. Rap. Shang të ma beti si i këna bo, si janë pagujt 20.000 euro që dash të i shokë me